Mjaft i vështirë ka qenë udhtimi me anije, por ajo që gjetëm këtu ishte një Itali tjetër. Dhe në 2008 hapa restorantin tim të parë. E vendosëm, do të thënë që ta merrnim të dy bashkë dhe punojmë bashkë. Ky është pak i rrept, po s'ka gjë. Të mund të kemi qenë një nga 3 o 4 shqiptarët e parë, të cilët është hedhur në aktivitetin e restorantit në Milano. Unë jam larguar nga Shqipëria në mars të vitit 1991, me ikjet e para të shqiptarëve, siç me ikin në atë kohë me anije, duke ratisur. Periudhë vështirë, ishim mjaft të rinj dhe pa eksperiencë. Mjaft i vështirë ka qenë udhtimi me anije. Unë kam ikur me anijen e pothuajse të fundit, që është e Panameze, dhe në atë anije kemi qenë si për mbi 7.000 njerëz nga Shqipëria. Deti ishte shumë i keq, dhe kishte fëmijë, gra, burra të moshuar, dhe nuk ka qenë e lehtë. Udhtimi ka qenë shumë i vështirë.